Ti e përmendë shumë mirë the me Tetovën kemi qenë shok skuadrë. E mbaruat shpejt të dy, ai zgjodhi trajningun, ti zgjodhi televizionin. Pse e ka përcjellë Ylberin? Normal nuk është ideja që unë asnjëherë s'kam menduar që ta bëj atë punë trajnerit. Do të thënë, edhe kur isha futbollist, asnjë moment nuk e kam parë veten që të bëj rolin e trajnerit, se më duket një punë jashtëzakonisht e vështirë, është punë me ngarkesë të lartë. Shehi për shembull një sportier. Shehi ka patur mend, domethënë edhe nga marrëdhëniet, se unë me Urgesin kam një marrëdhënie zakonisht mirë, qoftë edhe nga roli, kemi luajtur kundër në fillim, pastaj kur mora këtë rol tjetër ka qenë gjithmonë shumë i disponueshëm dhe kam një marrëdhënie edhe personale dhe e them pa problem. Nuk e ke me të gjithë personale. Pas diskutohet, po. Me dikë e ke profesionale, me dikë krijohet një marrëdhënie, po që kishte zëna fillën që kur luanim kundër njëri tjetrit me Urgesin. Urgesi ka patur dëshirën që kur ishte portier dhe shikonte veten. Unë personalisht nuk kam parë veten as trajner, të parë jo, pas trajner portier, nuk më ka pëlqyer si rol. Kështu që edhe në momentin kur u detyrova të praktikoj futboll, nuk e pash veten asnjëherë në rolin e trajnerit, as nuk e ndoqa atë rrugë. Kjo rruga tjetër më pëlqente më shumë, edhe pse kjo ka pengesat e veta, ka luftën e vet si çdo gjë tjetër,